Zdeki vrejt sot. Sot do të zhvillu një luftë hibride interesante për mendimin tam, ku mujt me vrejt kohët e fundit mediat e Shqipënisë kryesisht, edhe ato mediat kryesore të Shqipënisë, po edhe një pjesë e mediave të Kosovës e promovojnë fuqinë e Iranit kundër Amerikës. Vazhdimisht po shoh pamje, vazhdimisht po shoh video. Do të media serioze, po. Media serioze, jo portale të panjoftuna, po media serioze të Shqipënisë, po edhe në Kosovë. Tash është një farë lloj, shumë thënë, lufte hibride kundër Amerikës. Kështu kriu tash. Ka është të ardhur financimi i saj, nuk e di. A është të ardhur për Iranit, s'ma merr mendja. Po dikush e ka një interes në këtë farë pune. Tash a ka Rusia, a ka dikush në BE. Tash to janë çështje të cilat sigurisht Por qëllimi është Qëllimi është me e paraqit Shtetet e Bashkuara të Amerikës si të dështumen përpjekjen e saj për me e shliru Iranin. Dhe kjo po ndodh, no? Mediat çdo ditë për vrej. Do të po analizoj mediat kryesore të Shqipënisë, po edhe një pjesë të mediave tona. I ki vazhdimisht. Po, domethënë është kjo luftë hibride tipike. Është tipike luftë hibride. Anti-Amerikës, anti-Shteteve Bashkuara të Amerikës, edhe Izraelin këtë rast, mos janë bashkë këtë farë. Jem të pa që mos më thonë një 10 ditë, më ka rënë sy edhe vazhdimisht po e përcjell për shoh që është u zhvillu më të madhe kjo farë narrative nëpër mediat e Shqipënisë dhe disa të Kosovës. Kështu që lufta hibride s'nalet kurrë, po veç do të me pa interesin. Veç do të me pa interesin, se s'nalet, ajo ekziston. Për perspektivën tonë, Shala, sa është më rëndësi që drejtues të mediave, vetë gazetarët, mbase s'po të frenohen për të mos e dhënë lajmin, se jemi shoqëri e lirë, du ta japim lajmin e verifikueshëm, të nuhatim mirë, me kujdes edhe qëllimet që mund të ketë sfondi atij lajmi, që mund të jetë qëllime komprometuese për një anë ose ben. Sot nuk mundet kurkush më thonë. Sa më rëndësi që kurkush mundet sot më thonë për shkak se sot teknologjia ka të çatshëm. Sot ki aplikacione me inteligjencë artificiale, ki mundësi që cilat në fakt para se me publiku lajmin, mundesh me verifiku në ato aplikacione, ato gjona edhe me pa sa saktësinë e tij sa është i saktë. Dhe një çfarë përmasë është i saktë, edhe ku janë dyshimet që mundet me qenë i pasakt. Që ti masanej e merr edhe e këshyre verifikon edhe e bën sakt lajmin. Krejt këto që shihen sot, të luftës hibride, këto krejt bën me qëllim të caktuar edhe me vedije të plotë. Nuk ka që ik dikuj informacionin në këtë çështje. Thonë këto janë pjesë e skenarëve të ndryshëm, të grupeve të ndryshme për qëllime të caktuara. Tash, a janë ato politike, a biznesore, apo domethënë një çështje tjera. Po tu nis prej rrethonave të cilat jemi, domethënë në këtu vazhdimisht kemi me pas këtë situatë.